Si që thate jo me drejt, pra janë bërë tash me 6 muaj ku festimi Sufi në rrugën B u gjet i vdekur. Ajo që është situash e kam rregulluar që këtë shtotën ka të bëjë raporti autopsisë fillimisht, i cili konstaton që festimi Sufi kishte më 7 plagë. Pra është shumë e vështirë ta godisësh faktin që mund të ketë vetë vrarë një person me 7 plagë. Dhe për më tepër edhe bashkëshortja tashmë e tij Irina, gjithashtu kam rregulluar stotën për shkak se ajo fillimisht kishte thënë se ka qenë e kërcënuar, pra e sulmuar, ishte dolur e plagosur dhe pastaj e njëjta pas 2 ditë bën një përshkrim jashtëzakonisht emocionues për bashkëshortin e tij. Pra, është shumë e vështirë se një njeri që ka tentuar çfarë faton e kërcënuar, çfarë kuptimi e kërcënuar? Po, kështu si edhe raporti i policisë ka qenë se ka qenë e sulmuar Irina nga bashkëshorti i tij, festimi, pra ka tentuar që ta mbës. Edhe ajo thuhet se ka shpëtuar nga duart e tij dhe ka shpëtuar nga duart e tij dhe ka kërkuar ndihmën e fortë të një banatore aty afër. Dentist, tek një dentist, sa mbaj mend. Po, dentist, dentist kërkënjes. Pra ka kërkuar ndihmën e fortë. Dhe është shumë e habitshme e unë se si një person i cili ka tentuar të ta marrë jetën ty dhe pas 2 ditë t'ja bësh një përshkrim aq, si më thon, të ndjeshëm, të thua që ke qenë jeta ime, të thua